Paraditën e kësaj marte, Berisha zbriti nga Selia dhe vajti të takonte biznesin e vogël, takonte burra dhe gra, djem dhe vajza, dhe u premtonte se do zërojnë taksa, do ulim çmimin e ujit, dritave do rrisim pagat dhe pensione, do t'i vëmë bashkisë kufirin të thana për ju etj etj. Duke sikur Berisha vinte nga një planet tjetër dhe nuk e dinte se taksat për biznesin e vogël janë ulur prej 10 vitesh. Pavarësisht kësaj, tregtarët e biznesit vogël u treguan realist dhe nuk e refuzuan. E dëgjonin dhe pas takimit ngrinin supet sikur donin të thonin po ky nga u kujtua sot. Edhe pse fushata ka nisur de jure, duket sikur doktori ka harruar se para shqiptarëve duhet të prezantoj programin e ri, dhe jo të ripërsëris pikat e programit vjetër. Madje të programit kur kryetar PD-ja ishte Lul Basha. Je me vonesë doktor, je me vonesë sepse delegatët ikën. Nuk është e nevojshme që të zbresësh tek Vegjëlia kur vijnë fushatat elektorale, por duhet kujtohesh për ata në çdo stin të vitit. Në 4 vitet e shkuara, thuajse asnjë deputet i opozitës nuk ka shkuar qoftë edhe një herë të vetme tek votuesit e PD-s. Mjafton të referohesh reagimeve të bazës së PD-s sot për të mësuar situatën në cilën ndodhet aktualisht ajo forcë politike. Mjafton të referohesh pasurive që kanë sot ish pushtetarët e PD-s, apo edhe deputetët e saj dhe do të bindesh sa seriozisht e kanë ata fushatën e premtimeve elektorale ndaj shqiptarëve. Mjafton të besosh deklarimeve të Dash Sulës apo edhe Muslimu Rrizit dhe do të bindesh se ç'po ngjet sot brenda Partisë Demokratike dhe aleancave që ajo ka me 5 partitë vogla që me Demek u bashkuan për fitoren e 11 majit. Berisha ka 2 muaj që propagandon Shqipërinë madhështore si risinë e kësaj fushate, si shpikjen e tij të fundit, por me çfarë dhe si do ta bëj Berisha Shqipërinë madhështore? Me ekipin e xhaketave të vjetra apo me kandidatët anonim pas një kontribut të cilët nuk u votuan fare as nga primaret. Duke kujtuar ato çka paralajmonte doktori një vit më parë, maj balkonit apo edhe në parlament, nuk e mendoja kurrë se në fushatën elektorale për zgjedhjet e 11 majit, Partia Demokratike do të prezantojë kaq keq, kaq varfrisht, pa program konkurrues, pa ekip sfidues, por me emrat përfolur dhe të konsumuar para shqiptarëve. Je me vonesë doktor, je me shumë vonesë. Pasi shqiptarët e kanë vendosur ç'do të bëjnë më 11 maj, duke mos u ndarë nga rruga e tyre progresiste dhe integrimit drejt Bashkimit Evropian, vota për ju doktor do të ishte fatalitet dhe rikthimi drejt regresit.